Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Zgjedhjet e fundit në BDI kanë trazuar skenën politike shqiptare në Maqedoni, si pozitën ashtu edhe opozitën. Si duket më së shumti janë mërzitur sot pozita. Dhe pse nuk e kanë thënë ditëve të tjera, vleni sot është dashur të mërzitur vërtet. Flas për degën Tetov. Bayram Rexhepi, ish kandidat për kryetar komune, kur kundër kandidat kishte Bilal Kasamin, i cili ishte në atë post dhe kishte në funksion të gjitha instrumentet, si ligjore ashtu edhe shtetërore. Si duket Bayram Rexhepi u ka shtit tutën në palc, sepse është i vetmi deri tash kandidat kryetar komune që mori 2 herë nga 15.000 vota dhe i vetmi kryetar dege në BDI që deri tash ka ardhur me vota të varve, që nënkupton se ai këto vota i mati pulsin e popullit BDI 2 herë me Bayram Rexhepi. Dhe ndërsa Izet Megjiti, i cili pretendon që të jetë udhëheqës i vlen, pa marrë parasysh se Mickovskin e ka dost mik, kur zgjodh kryetar dege në 15 shtator 2019, kuptohet, e falenderoj shumë Artan Grubin që e zgjodhi me shpejtësi. Nuk më besoni, ja dëgjoni. I nderuar kryetar Ali Ahmeti, të nderuar familje të dëshmorëve, invalid të luftës, ushtar, strukturë, antarësi, militant të Bashkimit Demokratik për Integrim, më lejoni që fillimisht të falenderoj shokun tim Ardanin për punën e shkëlqyer bashkë me grupin punës të gjitha komisionet që na fat shumë të shkurt, duke respektuar gjitha procedurat statutare, që të vinë në një kuvend solemn. Po pra, e dëgjuat. Kë falenderoj mentorin e tij asaj kohe, Artan Grubin, flas politikisht. Në ndërkohë, nuk haroj që të mos falenderoj as Ali Ahmetin. Një dhe aktivisti Bashkimit Demokratik për Integrim, për ta kontaktuar degën e Çajirit, për ta kontaktuar pushtimin vendor. Thjesht, ne sot po rikthejmë që në Çajir ka një adres, ka një kryetar dege, ka një kryesi dege, kemi kryetar të këshillave vendore bashkë me kryesitë të tyre, anëtarët dhe qytetarët, sepse ne asnjëherë s'kemi punu vetëm për Çajirin, ne asnjëherë s'kemi punu vetëm për Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse të mirat e Bashkimit për Integrim i përjeton çdo qytetar i Shkupit. Faleminderit Ali Ahmeti që Shkupin e shndrove në qendër të rëndësishme të shqiptarëve në Maqedoni. Po pra, e dëgjuat. Në ndërkohë, e dini, Izeti mori kahje tjetër, krijuan vlenin dhe ende nuk kanë krijuar strukturë mbështetje në terren. As të partisë së vet LDS, flas për Tetov Izet Megjiti, as të vlenit si koalicion. Kjo nuk më ka befasuar aq shumë sa që Bilal Kasam thonë shtri kamët se e ke organin. Bilali ishte në Kërshov, në degën e Besës. Nuk mund të takoj as 5 veta. Ka foto ku janë ai dhe deputetja e zonës dhe 4 anëtarë të tjerë. Nuk flas për Fatmir Limanin, i cili si duket njëri në lindje tjetri në perëndim. Edhe pse ishte propozim i Besës për në poste qeveritare. I di meta punët e veta. Do ndalim pak edhe njëherë për Bilal Kasamin. Me donacion në Tetov sot ishte Afrim Gashi, kryekuvendar. Në opinion të mos duket se ja nuk e pret askush, doli dhe e priti kryetari i komunës Bilal Kasami për të dorëzuar donacion në shkollën fillore Liria, për nxënësit me nevojat e posaçme që është për të lavdëruar. Por prapavia politika është krejt diku tjetër. Baba Bilali tregoi se është ai në Tetov.
dhe i shkoj si hije në dorëzimin e donacionit. Unë të ndalem pak të donacionet. Afrim Gashi nuk është më as kryetar i Alternativës. Është vetëm kryetari i Kuvendit. Donacionet për shkolla, veçanërisht ato për fëmijë me nevojat e veçanta, janë të mirë se ardhura. Por në shtet funksionar, vullneti i mirë nuk e zëvendëson ligjin e transparencës. Njoftimi zyrtar se kryetari i Kuvendit Afrim Gashi dhuroi mjete financiare për 3 shkolla publike hap më shumë pikpyetje se sa përgjigje. Pra, vetëm në dilemën si gazetar, a ishte e janë mjete personale, e janë mjete buxhetore të Kuvendit, apo donacion të një pale të tretë. Ky detaj nuk është formalitet, por thelb i përgjegjësisë publike. Nëse mjetet janë nga buxheti i Kuvendit, publiku ka të drejtë të di me cilin vendim janë ndarë, nga cila linjë buxhetore dhe sipas cilës procedurë ligjore. Nëse nga ana tjetër donacioni është personal, atëherë paraqitja e tij si aktivitet institucional përbën përzierje të rolit privat me funksionin shtetëror. Edhe pse kjo është praktikë e njohur për marketing politik në Maqedoni. Jo për qeverisjet e përgjithshme. Institucionet nuk janë fondacione humanitare, ndërsa funksionarët e lartë nuk mund të sillen si bamirës publik pas sqaruar burimin e mjeteve të donuara. Simbolika këtu nuk mjafton. Sidomos kur bëhet fjalë për para publike dhe për fëmijë që meritojnë politika serioze, jo gjeste festive. Bilal dhe Afrimin, transparenca nuk e dëmton askënd. Përkundrazi, mungesa e saj dëmton besimin në institucionin e Kuvendit. Si ishte ajo rregulla juridike? Edhe bashkëpjesëmarrësit janë nganjëherë pjesëmarrës. Ju kujtohet Blerim Ahmeti. Nëse jo, unë do ta sqaroj shkurt. Është vllau i Elçekës, ai i cili botoi 2 ditë para zgjedhjeve përsëritse për kryetar komunën Tetov, bombën bisedën e pahishme të Musa Xhaferi dhe Blerim Bexhetit për tetovarët e tovarët. Rimet u ngritën në këmbë Vleni, thojza, erdhën prej Shkupi për të na mbrojtur. Faleminderit Vlen. Dhe Izet Mexhiti tha faleminderit Ali Ahmeti. Unë personalisht si gazetar kam përcjell Blerimin në të gjitha protestat e Tetov, edhe kundër BDI-s, edhe kundër keqpërdorimeve, siç thoshin atëherë protestuesit, të disa profesorë në Universitetin e Tetovës, ndaj studentëve duke u bërë kushtëzime dhe fafore, kur rektor ishte Vullnet Ahmeti. Unë shmoj Blerimin se kishte guximin dhe i them, o Blerim, po gjipateve një muj mbas zgjedhjeve, i ndihmuat Bilalit me Elçekën me botimin e bombës, se Musa Xhaferi dhe Blerim Bexhetit që Vlen erdhën nga Shkupi dhe protestuan të për nënën dhe motrat tona. O Blerim, çfarë ke pritur? Çfarë mund të jenë çirakat e artan grupit të Vlerit? Njësoj, si profesori ose mentori. Unë pajtohem me reagimin e sonte lidhur me rastet e montura politike që Vlen nuk do jap. Dhe nuk do jap. Nuk ka kaçik intelektual. Dhe nuk di. Mirëmëngjesi interesi material, mirëmëngjesi dhe Blerimi jashtë ka thot. Në emër të Këshillit Organizativ të protestave kundër rasteve të montura politike dhe në mbrojtje të të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, u bëjmë thirrje të gjithë mbështetësve, aktivistëve dhe simpatizantë të grupimit tonë që menjëherë të distancohen dhe të largohen nga Vlen. Nga sot Vlen e shpallin publikisht partia antishqiptare. E ndikuar drejt për drejt nga BDI dhe vazhdimësia e së njëjtës politikë mashtruese, servile dhe të dëmshme që për vite me radhë ka tradhtuar interesat e shqiptarëve. U bëjmë thirrje të gjithë mbështetësve tanë, thot Blerimi. Hiqni dorë nga Vlen, largoni nga strukturat e saj dhe mos bëni pjesë e një projekti që punon kundër interesit kombëtar shqiptar. Ashtu siç e shuan BDI-n drejt rrezimit moral dhe politik, ashtu do të shojmë edhe Vlenin. Nga sonte lufta politike dhe qytetare kundër Vlen ka filluar. Të urojmë sukses Blerim. Mos nuk edhe në fund jam me ty. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë. Nuk ka pse mos të merremi edhe me EVN-n. EVN-n është Zoti. Edhe EVN-n edhe që njerëzit, cilët i ka krijuar Zoti. EVN edhe në Tetov ka krijuar probleme çdo herë. Mirë ka dimrit, por ka krijuar edhe këtyre ditëve, me datën 20 ditë të muajit 12. Mbi 5 orë, 6 orë lagjet e tëra nuk kishin rrymë dhe të ngroheshin. Por kësaj radhe të ndalem në Shkup, në rrugën e plastikave. Dalje rrymës elektrike për qytetarët atje. Shtrohet një çështje tjetër, po vetëm se pjesa shqiptare në Shkup janë, siç thotë edhe raporti të TV21-shit, 60% janë taksapagues të rrymës elektrike, 70% që kanë diçka kështu me radhë.
Unë do kësha dhënë një zgjidhje tjetër. E keni zgjedhur A-20, e keni votuar. Pse heshte? Pse nuk vinë me ju të protestoj? A ju kujtohet se çfarë bëni Ertan grupi krye qeveritar në qeverinë e Republikës së Maqedonisë? E menaxhoi në vitin 2024 me Araqinë e fshatet të tjerë. E menaxhoi. Trimin Rahakon Musa, bravo Artan. Bravo Artan. Por, ajo mua që s'më le rahat është pse e vënëja për herë në shmon. Pse e vënëja për herë në shmon. Po sa shish dimrit shqiptarët. Se nuk ka, kushtot se nuk paguajnë qytetarët e Maqedonisë Perëndimore. Le të nxjerrë e vënëja një listë sa paguajnë qytetet dhe do shihni se si është në Maqedoninë tjetër. Nga vënë thonë se defekti në lagjen Serap ka ndodhur që nga e djela dhe nuk dihet kur do të sanohet. Për një periudhë më të gjatë, banorët e rrugëve Ismail Kadare dhe Kumbara e pengojnë projektin për rikonstruimin e rrjetit dhe zhvendosjen e ormacësve. Ndaj ekipeve të kompanisë vazhdimisht drejtohen kërcënime verbale, me çka u pamundsohet tërësisht funksionimi. Nga e vënë shtojnë se për sa kohë që ekipet nuk kanë qasje për realizimin e projektit për rikonstruimin e rrjetit të tensionit të ulët, do të jetë e pamundur të sanohet defekti, të cilët sipas tyre do të vazhdojnë të shfaqen edhe në të ardhmen si pasojë mbi ngarkesës dhe kyçet ilegale. Sipas elektrodistributorit e vënë Home, në këtë rajon humbjet të i kalojnë 70%, ndërsa pagesat janë rreth 60% të konsumit të energjisë elektrike. Po pra, e dëgjuam. Nuk është edhe aq keq. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.